Ministër, Tirana po hyn në ditët, në javët, edhe në muajt, ku qelbet erë. Ta themi, siç është, pjesë më të madhe të sallës, gati 90% e deputetëve jetojnë në këtë qytet, dhe natyrisht e ndjejnë, për më tepër që edhe kuvendi është shumë afër një objekti të rëndësisë veçantë që ndodhet mes për mes Tiranës. Temperaturat e larta, mungesa e rreshjeve, rënja e prurjeve në lumenjtë e Tiranës e bëjnë edhe më të ndjeshme, edhe më të vuajtshme, pikërisht të situatë. Shtuar këtu një fluks edhe më të madh njerëzish. Shtetha është jo vetëm natyrale, pra nga lindjet, ajo është e shtuar për ndërtimit të banesave, e njësive të reja të shërbimit, zhvendosjes njerëzve në këtë qytet, por edhe prej turistëve të shumët, të shtuar, kohë pas kohë, veçanërisht gjatë viteve të fundit, që ndalojnë këtu së pari, në Tiranë, në kryeqytet. Ujërat e ndotura në këtë qytet, siç më bën me dije, ndërmarrja ujësielës kanalizimit të Tiranës, përmes kësaj letre, derdhen në lumenjtë e Tiranës. E thon hapur, dhe e pranojnë botërisht që derdhen në lumenjtë e Tiranës. Në lumin Lan, edhe në lumin e Tiranës, me Gjasë dhe në Erzen, për gjithë zonën në jug të këtij qyteti. Kolektorët e këtij qyteti shërbejnë për grumbullimin, si dhe transportin e ujërave të ndotura për t'u shkarkuar këtu, në lumenj. Nëse këtu do të kishte realisht ndjeshmëri ndaj mjedisit, ndaj shëndetit publik, nëse mjedisi i pastër, shëndeti i mirë, do të ishin konsideruar pjesë e rëndësishme e mirëqenies, mbi të gjitha mirëqenies urbane, ky derdhjes së ujërave të ndotura, pas një përpunim në lumenj, do të konsiderohej dhe ndalohej si krim ndaj mjedisit dhe ndaj shëndetit publik në qytetin më të madh të vendit, që është edhe kryeqyteti i tij. Shikoni, Tirana ka kohë që nuk është më vetëm Tirana. Ndërtimi masiv po e bën Tiranën të jetë Shqipëria. Lagjet tëra janë ndërtuar e po planifikohen të ndërtohen, ndërkohë që ndërtimet të reja masive po ngulen në lagjet ekzistuese me kapacitetet pamjaftueshme për shkak të infrastrukturës projektuar për një tjetër nivel të tërheqjes, grumbullimit, transportimit të ujërave të ndotura. Po ju marr si shembull lagjen 13. Nga kodra e diellit e duke zbritur poshtë, anën tjetër të saj, liçenin e thatë, Saukun, më sipër, Farkën, edhe më lart, ku derdhen ujërat e ndotura të këtyre lagjeve. Po kompleksi Deli Jorgji, që është thuajse një lagje më vete, që nuk mbaron dhe vazhdon të ndërtohet. Përballë tij një kompleks tjetër që vazhdon të ndërtohet dhe nuk mbaron, edhe atje vazhdon të ndërtohet. Si di emrin, ndaj nuk po individualizoj, po përballë Deli Jorgjit. Do të shtohet edhe ky me një ndërtim tjetër masiv aty në anë të OSHS, që do të ketë edhe një kull shumë të lartë në mes. Ku i derdh, apo ku do i derdh ujërat e ndotura. Po të gjitha ndërtimet masive në bulevardin e ri, ku do i derdhin ujërat e ndotura. Po lagja e re e Rrotull, ish Sheratonit, ku do i derdh ujërat e ndotura. Po ky kompleksi Mangalem, që na tregohet si një vepër e jashtëzakonshme arkitekturore, që është një fyrje e madhe për Mangalemin e vërtet. Ku do i derdh, apo ku po i derdh ujërat e ndotura. Pa ato fshatrat, jo fshatra, rreth liçenit të Farkës, ku po i derdhin dhe ku do i derdhin ujërat e ndotura. Po këto 5 kullat e reja, krah atyre të ndërtuara poshtë digës liçenit. Ku po dhe ku do i derdhin ujërat e ndotura. Pra po ndërtojmë, edhe më masivisht, pa menduar se kapacitetet e infrastrukturës ekzistuese do jenë në krizë, shumë shpejt. Ndërkohë që ky volum ujërash të ndotura do të grumbullohet, transportohet, derdhet në të njëjtën infrastrukturë, në të njëjtën infrastrukturë depozitohen, do të bëhen po njësoj, depozitimi i tyre do të bëhet po njësoj dhe do të derdhen në lumenjtë e Tiranës, e thjeshtë. Asnjë metër linar apo vëllim i ri në rrjet nuk po shtohet, asnjë impjant për punimi ujërash nuk është ndërtuar që të shoqërojë
ndërtimet masive në Tiranë. Në këtë kuadër të projektit, parashikohet ndërtimi i impjantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Kashar, me kapacitet maksimal përpunues për 94.000 metra kub në ditë, duke mbuluar nevojat e rreth 335.000 banorëve në këtë fazë të parë të zhvillimit. Një komponent tjetër kyç është ndërtimi i kolektorit kryesor për transportimin e ujrave të ndotur nga zona e pallatit me Shigjeta deri në impjant, me një gjatësi rreth 4.2 km dhe kapacitet maksimal rrjedhje prej 2.27 m3 në sekond. Gjithashtu, projekti përfshin ndërtimin e kolektorit të ri të jugut nga ura e Shkozës deri te pallati me Shigjeta me qëllim menaxhimin e shkarkimeve të lumit Lana dhe përmirësimin e kontrollit të ndotjes urbane. Implementimi filloi para vitit 2016 me një afat fillestar për 36 muajsh. Megjithatë, si rezultat i disa problemeve shumë serioze gjatë zbatimit, afati u shty dhe me 52 muaj të tjerë nga fillimi i punimeve, deri me 16 tetor 2018. Në korrik 2018, kontrata e punimeve u ndërprej në mënyrë të njëanshme nga autoriteti kontraktor, pas një procesi auditimi të kujdesshëm të zhvilluar nga auditi i brendshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit. Vendimi për ndërprerjen e kontratës u bazua në një sër problematikash të rënda, ndër të cilat do theksoja: mos përmbushja e detyrimeve kontraktuale, ritmi shumë i ulët i punimeve, mos respektimi i grafikut punimeve, mungesa mobilizimit të kapaciteteve teknike dhe burimeve njerëzore, mos respektimi i standardeve të shëndetit dhe sigurisë në punë, probleme në sigurimin e cilësisë, mos zbatimi i kërkesave të supervizorit, mungesa planifikimit operacional e tjera. Deri në momentin e ndërprerjes së kontratës, realizimi fizik i projektit rezultonte rreth 50% punime civile të impjantit ishin të realizuara, rreth 50% ishin realizuar për kolektorin kryesor dhe vetëm rreth 1% ishin të realizuara për punimet elektromekanike. Kontrata e supervizionit përfundoi në tetor 2019, ndërkohë që po në atë periudhë përfundoi dhe afati fillestar i disbursimit të huas. Nga ky moment, në fakt, fillon një lloj sage, do e quaj unë, dhe punë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për të rivitalizuar këtë projekt. Patjetër që ky është një projekt shumë ambicioz dhe shumë i rëndësishëm për qytetin e Tiranës dhe si e tillë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka marrë gjitha masat e nevojshme që ta rivitalizojë gjithë kontratën në përkatëse, pavarësisht që është ndërprerë rreth në gjysmën e punimeve civile të saj. Për rifillimin e projektit, AKUK nisi procedurat për kontraktimin e konsulentit dhe supervizorit teknik, duke synuar riangazhimin e të njëjtës kompani konsulente që kishte ndjekur projektin fillestar. Kjo në mënyrë që mos të humbiste historiku i ngjarjes në kantier. Si rezultat, por nuk rezultoi nga përfundimi i procedurës konkurruese, nuk u arrit në një sukses të tillë. Si rezultat, projekti nuk mund të rifillonte gjatë periudhës së dytë të disbursimit. Në këtë moment, në vitin 2023, afati i disbursimit të huas është shtyr deri në tetor 2026, ndërkohë është miratuar dhe rialokimi i huas përkatëse. Pas këtyre zhvillimeve, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Ujësisë Kanalizimeve kanë lidhur një kontratë të re konsulencë teknike për rishikimin e projektit të detajuar, asistencën në procedurat e prokurimit dhe supervizimin e punimeve. Aktualisht, ne jemi në fazën që konsulenti ka përfunduar rishikimin dhe azhurnimin e projektit teknik të detajuar, pasi siç e thash, projekti është ndërprerë në gjysmë dhe konsulenti tashmë ka hartuar projektin teknik të ri që përmban vijimin e punimeve të kryera deri tani dhe mbylljen e këtij procesi. Dhe jemi në fazën që konsulenti po harton dokumentat standarde të tenderit, që dhe shumë shpejt pritet fillimi i procedurës konkurruese për zgjedhjen e një kontraktori që të mund të kryej përfundimin e punimeve të impjantit të trajtimit në ujrave në Tiranë.